Sot du të më kanë këtë Kosova këto, po çfarë sot. Dhe është hera e parë që e vizitoj Prekazin. Jemi betua me besa për krahjen pa rezervë që populli i dha ushtrisë çlirimtare. Ushtar të UÇK-s, ushtar të ushtrisë së sotme, Forcës së Sigurisë së Kosovës, dhe nxënësit e kësaj treve, dhe bashkë me ne të gjithë të pranishëm, do të nderojmë komandantin legjendar dhe gjithë dëshmorët të kombit. Jemi në momentin kulmor të natës së zjarreve. Në momentin kur mbizet dhe zjarri kryesor, që simbolizon zjarrin e pushkës së komandantit legjendar Adem Jashari. Mu vëm doket shumë pak atë një kuna vjetë e tja, se të në hapërën ka pak të paku. Se ta të shka që është tek arsyes. Qa me thonë? Pse po mendojnë që ma pak? S'ka që. Qa ka gjënë të këtë përteq. Sot du duhet më kanë tonë të vlupi, dhamës. Për shka si di. Në cila mendojnë që është arsyeja që... Se cilë e ka për vete, sot du duhet më kanë këtë Kosova këto, po çfarë sot është. Që jam prej Gostivari, prej Maqonisë Veriore, dhe është hera e parë që e vizitoj Prekazin, si mos këtë ditë të veçantë, madhështore, ku e dim prej më parë dhe më thonë historiati se si rrjedh për herojët tonë kombëtar, dhe vlera e tyre për që kanë bërë faktikisht për kombin shqiptar. Çfarë emocioni ka për juve sot? Është një emocion i veçantë që nuk mund të përshkruhet, me qenë se kjo ndërlidhet dhe më thonë shpirtërisht, edhe me të vërtet emocionet janë të papërshkruara, sidomos kur qëndron këtë vend të shenjtë, që është me vlerë për kombin shqiptar.